Pasionin për artin dhe dizajnin e ka trashëguar nga prindrit. Sot, Astrid Lau ka arritur të krijojë emër në fushën e modës, fal bazës së fortë dhe talentit. Fillimisht nuk u kanë që kom pas profesion bashkë përcaktuar vetën atë që kam qenë pjesëmarrësi i këtij profesionit. Me vazhdimin e kohës mas shkollës mesme, një jetë shpauz edhe shkoha kur kisha mendje çka me vazhdu me jetën. A mu marrë me një profesion, me një diçka caktuar, edhe jam kanë midis gazetarisë edhe midis dizajnit. Kur erë puna për provimin pranues fakultet, e poshtë që për me është konkurencë shumë e madhe për fakultetin e gazetarisë edhe vazhdova në dizajn me një fakultet privat. Ju keni pas ndoshta edhe më të lehtë me po pëzgjidhje, se keni pas edhe mamin edhe babin që janë në këtë fushë. Po, kanë më e lehtë se e kena pas pëdish me thonë një bazë. Unë e kom pas për vetin një bazë, edhe kom startu që si profesionist ta manë qyzhet me startu. Qysh e kanë prit mami edhe babi që po vazhdani me trashëgu edhe profesionin e tyre? Fillimisht, kur i kom tregu, u kam pak befasuse, se kam prit asë që kam e vazhdu ta manë bashkë me qëtë profesion. Si është të punash bashkë me familjarët një profesion? është pak sfiduse. Se ti qysh është puna kur edhe një të nkuj edhe familje, edhe kolegë, edhe nash qatë ka radhe ty me po qysh është me familjar, me pos mimik, këse në debate në mes vete. A i thot se në fillim u përball me paragjykime, por ishte i pa lëkundër në atë që dëshironte të arrinte. I ka sfidat e veta nështë në fillim, kur jam kom fakultet, u kom pak ma sfiduse, se jam kom pas edhe shumë paragjykime për njerëzve qysh një djarë me vazhdu me fashion design, po me që dojna redrejt se stup zote edhe kom vazhdu tash ka njësë do më tonë për shpërblejet edhe puna që përbaj. A me ndojnë që ka kësëllet paragjykime tashma? Se po besoj që tashma jam vedisu njarës edhe që ka dhe dizajnar të tjerë. Ka dizajnar tjerë, po është puna në për qytetet e vogla se në shambull vështre që janë, është s'pëdish me thonë masa pak ma e madhe shoqënisë, ku do me thonë shumë e shumë profesione më në quen halet tabu për neve. Do me thonë edhe paragjykojmë, na paragjykojmë. Ma shumë u kam forcem. Do me thonë u kanë edhe pak anë e mirë për psikologjinë, ku do me thonë e di çka ku kalu, do me thonë tash kush e di çfarë fjale me thonë njerëz, ma nuk më ndikan edhe ma mërmena që është pjesë e suksesit. Kush ka qenë për kraja jote më e madhe në këtë drejtim? Në drejtim, babi, mami edhe motrat. Familja në përgjithësi. Astridi ka vendosur të fokusohet plotësisht në këtë drejtim dhe ka arritur të ketë sukses në rrugën e nisur. Paka shumë, unë e kum pos mena edhe në qka që shtek. Tash do me thonë veç dita ditës i vjen koha edhe në që shpalosen edhe projektet edhe ideat. Cilë është pikë synimi juaj? Synim, besoj nashta e kum arrit synimin, me po një profesion taman që zhet me bo, tash këto që thojna puna e vazhdueshme janë s'pëgjishme përshkru me fjallë. Janë rritje graduale. Atë pikë synim se cilit normal kena synime me kanë ma të mirët. Cilë është fokusi juj në veshjet që krijani? Në veshjet kryesore i bëj, do me thonë synimin kryesor edhe jam i pregaditur ma shumë e punu për femna. Me fustana, solem, për mbromje, na herë edhe me na rast special kështë diçka, do me thonë ma shumë tek femnat. Sa është e vështirë me punu me femna? Do shta e ke vrejt edhe që të karo me punu më shumë, do shta me tu e ke vrejt që se lypin shumë, janë shumë kërkuse. Janë shumë kërkuse, detajiste, po ma me armenja që kena nisë mu për shtatë dhe me tu dhe po na vjen tash pak ma letë me punu. Kërkesat e klientëve sipas Astridit janë më të thjeshta se vitet e kaluara. Që tash për moment ka nisë më këthy apet një farë lloj thjeshtësie, se u ka deri vjetë dhe më tonë ka një farë egzagjerimi, po ka nisë me ra apet në naturalitet. Po shumë raste, dhe më tonë në çdo herë ju thëmë, është ma mirë me gjithë një
bisedë përbash dy part, ku vjen puna shembull edhe bajna një përzgjidhje të fustanit, materialit, modelit, edhe domethënë bina dy part dakord, është shumë e lehtë me punu për dy part. Kur vjen puna shembull që vjen me fat të tamame që thonë që ta po du, shumicën e rasteve me tash pak më vështirë me punu. Se ju jepet ajo bindje se domethënë nëse ty të rën mirë domethënë do të minojt edhe asaj na mirë. E marrin se s'po dish me thonë influencë. Po ka rast ka edhe influencë mirë edhe influencë të keqe. Për verën i kam edhe një koleksion që kum punu. Po pak herët atë që thonë ala me shpalos, porosi, vera, çka ta nën, si të na që thonë atë këtë dizajnera që po bëhet rruga e madhe, edhe të na ka nisë më bë. Apo na në bazë kërkesave të klientëve apo jo vetëm me koleksione që ke? Që tash pak më pak po punoj me koleksione, më shumë jam me porosi private me të klienta. Domethënë porosi që kam vënë aty në që pëlqen. Dedikimi dhe pasioni që ai ka për dizajnin, së bashku me mbështetjen e trashëgimisë familjare, është çelësi që ndihmuan të ketë rezultatin e dëshiruar.